Të nderuar miq, do të flasim për raportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në ditët e fundit, më saktë në 2 ditët e fundit, Tirana është trazuar nga prezantimi i generalit që është kandidat për ambasador që do vinë në Shqipëri, Erik Uen, me deklaratat e tij, me paralajmërimet, piketa që ai ka vendosur, të cilat ishin 4 nëse do marrën vot besimin e Senatit për të ardhur në Tiranë për një mandat 3 vjeçar, por ne do ta përkthem ato mesazhe që ai dha, çfarë fshihet mes rreshtave, mesazhe diplomatike, raportet që ai do ketë jo vetëm me SPAK-un ku e vendosi theksin, që duket sikur është institucioni që na përfaqëson raportet me ndërkombëtarët, por edhe me qeverinë. Gjitha këto çështje kam kënaqësinë të diskutojmë me zotin Gritroj, doktor i shkencave politike, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, pedagog, profesor në New York. Grit, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit ju. Grit, do kemi të bëjmë me një soft apo hard power me ambasadorin e ri? Se shumë po presin që të shtyp kokën e gjarprit. Shikoni, fatkeqësisht në mjedisin publik shqiptar merremi shumë më tepër se sa duhet me përditshmërinë, me fjalët e përditshme, edhe ajo dëgjesa e Senatit, që ishte një dëgjesë publike, ka rëndësi të madhe, sigurisht sepse u dhanë mesazhet publike dhe ato 4 mesazhet që thatë ju ishin 4 prioritetet që ju përmendët ishin vërtet një platformë e ambasadorit për të ardhmen e tij, po do të kishin qenë platforma e cilit do ambasador që do të ishte caktuar. Pra, është generali Wendt apo ishte David Kostelançek përpara, nuk duhet parë thjesht ajo dëgjesë publike për të kuptuar se cili do të jetë roli i generalit Wendt si ambasador i Shtetet e Bashkuara. Në këtë proces, në procesin e kapërcimit të kësaj hallke që është konfirmimi në Senat, përveç dëgjesave publike që bëhen më tepër për të informuar publikun, ka takime të ambasadorit me stafin e senatorëve, me senatorët veçantë dhe sidomos me senatorët të cilët kanë certifikat sigurie, që janë Komitetin e Punëve të Jashtme apo Komitetin e Sigurisë Kombëtare. Aty flitet diçka më shumë, flitet diçka më haptas mbi mënyrat që do të përdori generali. Sigurisht që ato janë takime të mbyllura që nuk i bëhen të hapura medias. Ka pas një takim tjetër off record. Ka shumë takime të tjera, është pjesë e procesit kjo, do me thënë gjatë procesit të konfirmimit, kjo është njëra nga hallkat është që duhet kalohet në këto takime dypalqe me një numër të caktuar senatorësh që janë kyç, janë njerëz që merren me sigurinë kombëtare të Shtetet e Bashkuara dhe që janë njerëz që thash kanë certifikat sigurie, pra diskutimet aty mund bëhen më të hapura se sa diskutimet që mund bëhen në një seancë të hapur të Senatit, sepse siç dihet, qëllimet reale, çdo qeveri nuk i bën të ditura, nuk ja vë në pjatë të tjerëve, sepse ka një lloj mënyre se si funksionojnë këto gjëra. Shtetet serioze flasë, po lidhet për shtetin ton, çdo gjë merret vesh me një herë mbas mbledhjes. Po, atëherë le të kthehemi pak asaj që do të jetë agjenda dhe përmendja e SPAK-ut. Nuk ka pse të jetë çudi, askush nga ne që jemi profesionistë kësaj pune, nuk jemi çuditur kur kemi parë që ky është prioriteti. Kjo është mënyra në të cilin qeveria amerikane i qaset Parisit Tiranës dhe SPAK-u është praktikisht një organ i cili mbështetjen e vet me sot e ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga populli shqiptar, të paktën ata që nuk janë propaganduar ditë për ditë nga propaganda anti-amerikane e Paris, që mbush Tiranën dhe gjithë Shqipërinë sot. SPAK-u është një hallk kyçe, u krijua nën diktatin amerikan, 140-0, nuk duhen besuar këto intervistat nga burgu që japin që jepte njëri nga ish protagonistët. Realiteti ishte që Donald Duja, megjithse në paraditë hidhte vallen e skraparit me Ilir Metën në darkë dhe me gjithë të tjerët, në fakt, se mos të veçojmë vetëm Ilir Metën, në darkë
i imponoi që ata të votojnë dhe në mëngjes doli me mesazhin e famshëm që deri në orën 12 kanë kohë të votojnë se përndryshe do t'ju hapim dosjet. Dhe ata të gjithë vrapuan që votuan. Pra, nga ky pikë vështrim, kështu na sheh Amerika. Amerika na sheh si një vend që qeveriset nga një bandë e stërmadhe dhe një vend që nuk ka opozitë reale, sepse opozita është e kapur, është pjesë e bandës, me pjesë më të vogël të tortës, por që ka nevojë të spastrohet. Unë mendoj që ky është po vjen me një mision special për të pastruar vendin. Çdo ambasador që ka ardhur këtu që nga Donald Luja e këtej, atë mision ka pasur. Donald Luja bëri reformën në drejtësi, pra krijoi SPAK-un dhe organizmat e tjerë, dhe të mos harrojmë që generali Wend dhe Donald Luja kanë një të përbashkët që kanë qenë të angazhuar më parë në vende ku ka pasur trazira të brendshme dhe ku ka pasur kryengritje. Le të mos harrojmë që generali nuk është folur shumë në mediat e Tiranës sepse e kanë frikë këtë aspekt, nuk ka qenë vetëm general i berretave jeshile, siç thuhet rëndom në media, gjë që ka qenë, sigurisht që ka qenë, por nuk ka qenë vetëm aq. Ka qenë dhe drejtori i shkollës së kundër kryengritjes, pra ka trajnuar oficer të ushtrisë amerikane dhe të shërbimeve amerikane në metodat e krijimit të trazirave, të kryengritjeve e të tjera. Kështu që ekspertiza e generalit Wend është shumë më e gjerë dhe shumë më e madhe se sa është bërë e ditur publikut shqiptar. Grit, ajo që s'kuptoj është që me gjithë këtë background të generalit, përse kaq të rëndësishëm jemi ne, nuk mundet që të pastrim ta bënte edhe një personazh tjetër, apo generali është për te kufive tanë, sepse në një moment që ne menduam që SBA kishte larguar syt nga Ballkani, nga rajoni jon, ne presim që në mos gaboj në qershor Trump ka paralajmëruar një vizitë në Greqi. Generali vjen këtu në Kosovë, pak ditë më parë miratua një tjetër paketë ndihme për Kosovën, ndërkohë që samiti i NATO-s vitin tjetër në Tiranë. Pra kemi shumë gjëra, pra mos është jo vetëm për ne ambasadori. Shqipëria është një pjesë kyçe e strategjisë amerikane në rajon, në Evropë e më gjerë. Është pikë kyçe dhe është pikë kontrolli, ka vetitë veta gjeostrategjike që i shërben njerëzakonisht shumë çdo lloj fuqie të madhe, ndaj dhe ka një përplasje të madhe, ka pasur gjithmonë një përplasje të madhe të fuqive të mëdha